Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shifne se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kujdesej për të varfurin dhe luftonte praktikisht ndasit klasore. Ajo që sot është bot trend. Oligarkët jetojnë botën e vet. E shtresa e mesme lufton për mbijetesë e të varfurit, nuk e kanë ngajle për te askush. As pushtetet me politika sociale, as oligarkët duke shtu pasurinë e tyre, po edhe shtresa e mesme shpesh herë i haron ata, madje edhe i nënshmon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Aishës: "Ja Aisha, oj Aisha, mos i kthe mbrapsht fukarat. Ndihmohu atyre nëse s'ki ma shumë me gjysëm hurme." Pastaj thot: "Oj Aisha, dua i të varfurit dhe qëndro afër tyre, se Allahu është afër atyre që i duan dhe janë afër të varfurve." Këtë hadith e transmeton Imam Tirmidhiu, se në hadithi është i saktë. Pra shifne çfarë porosie i jep pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gruas së vet, që të vazhdon ajo me humanizmin e saj, me kujdesin ndaj të varfurve. Dhe megjithëse është grua e liderit, e udhëhesit, ati shpirtnor edhe ati politik, ti duaj të varfurit, je po atyre, ndihmoj ata, mos e ndi vetën se je, dhe thot klas e lartë, e të varfurit ti i njërosh, ti përbuzësh, apo ti nënçmosh. Të gjithë na kemi detyrë dhe obligim të kujdesemi për të varfurit ton, ata që varfëria e tyre është për shkak të padrejtësive të shoqërisë, të pushtetit, të familjes e kështu me radhë. Atyre që nuk kanë shëndet dhe nuk kanë kujdes social të mjaftueshëm që t'i bën të panevojshëm për ndihmën e njerëzve. Normalisht na i nxisim popullin tonë, rinin, të gjithë ata që kanë fuqi dhe shëndet të punojnë dhe ta fitojnë kafshatën e gojës me djersën e ballit vet. Kjo është më e ndershme, por ka situata ku dikush për arsye të ndryshme nuk është i aftë për siguru kafshatën e gojës. Për ata njerëz duhet të kujdesemi na, edhe me zemrat tona, me emocionet tona, edhe me mendjet tona, me planifikimet tona, po edhe me pasurinë tonë, ekonominë tonë, aty për aty të ndihmojmë që ata të mos përbuzen, të mos më nënshmohen, edhe kur të mos anashkalohen e të marginalizohen. Kjo është pejgamberi jon, këto janë porositë e tija. Ky është Islami jon, jemi krenar dhe kështu do të vazhdojmë gjithmonë.